Gruaja që nuk zuri gjumë pa falur. Në një fshat të qetë, larg zhurmës së botës, jetonte një grua e moshuar me një dritë të veçantë në sy. Ishte nga ato fytyra që të mbeteshin në mendje, e qetë, e butë dhe me një buzëqeshje që ngjante si bekim. Çdo natë, para se të mbyllte sytë për gjumë, ajo kryente një ritual të pazakon, por thellësisht domethënës. Nuk flinte kurrë pa rishikuar ditën që kishte kaluar. I sillte në mendje njerëzit që kishte takuar, fjalët që kishte dëgjuar, ato që kishte thënë, dhe ndjenjat që i kishin trazuar zemrën. Nëse gjatë ditës dikush e kishte fyer, keq kuptuar apo lënduar, ajo nuk e linte atë plagë të zgjaste natën. Ulte kokën, mbyllte sytë dhe me zë të ulët, thuajse në lutje, thoshte: "O Zot, falma mua, por ndihmon edhe ta fal. Mos lejo të fle me urrejtje në zemër. Dua të zgjohem, ose të largohem nga kjo jetë, me shpirt të pastër." Njerëzit që e njihnin, shpesh pyesnin veten se si mund të ishte kaq e qetë, edhe në mes të padrejtësive. Dhe ajo një ditë u tha: "Zemra nuk është thes mbeturinash. S'mund të mbaj inat, mllef, e dhimbje pa fund. Nëse e mbush me këto, nuk ka vend për dashurinë, paqen dhe Zotin. Kur të më marrë Zoti, dua të më marrë me zemër të pastër." Fëmijët e saj e trashëguan këtë mësim. Një prej thembesat rriteshin duke dëgjuar këtë frazë si uradhë të përnatshme. Dhe kur ajo u largua nga kjo botë, fytyra i ishte ende e qetë, thuajse flinte me paqen që kishte kërkuar gjithë jetën. Mësimi që ajo la pas është i thjeshtë, por i thellë. Çdo ditë mund të jetë e fundit, prandaj zemra le të jetë e pastër.